Një hulumtimi paparacit ka zbuluar një skandal të madh që përfshin gjykatën komerciale në veprime që rrezikojnë rënd sigurinë juridike. Veprimet janë ndërmarrë në një proces gjyqësor kontestimor mes dy bizneseve të njohura të ndërtimit në Prishtinë, Alba Group dhe Kava Group. Rasti është gjykuar nga gjyqtari Alajdin Tërshnjaku. Vendimi i tij është krejtësisht pezull dhe i bazuar vetëm në pretendime të një paditësi dhe krejtësisht në kundërshtim me vendime të tjera të gjykatës. Tërshnjaku e ka kthyer përmbys brenda 3 vjetësh gjykimin për një padi për dëmshpërblim të Alba Group ndaj Kava Group. Ka kryer shkelje të rënda, ka shpallur akt gjykim kundër paditësit që pastaj gjatë procesit është kthyer edhe në të paditur. Në padinë e Alba Group kundër Kava Group për një borxh prej 200.000 eurosh, Tërshnjaku e ka implikuar kundërlehtësisht në rast edhe kundër padinë e biznesit në pronësi të biznesmenit Valon Vataj. Gjyqtari e ka aprovuar kundër padinë e Kava Group për 5.3 milion euro dëmshpërblim ndaj palës së dëmtuar për pezullimin e një leje ndërtimore për një kompleks banesor në Veternik, vendim të cilin e kishte marrë vetë gjykata, ndonse procesi ka nisur me një padi të Alba Group kundër kompanisë Kava Group. Ndonse gjykata ja ka njohur këtë borxh si dhe vetë pala e paditur, gjyqtari Tërshnjaku ka nxjerrë vendim se gjoja padia e Alba Group dhe vendimi përmbarimor i gjykatës e ka falimentuar kompaninë Kava Group, për çka sipas këtij gjyqtari dëmi është mbi 5 milion euro. Ai në arsyetimin e aktgjykimit ka shkruar se gjykata është vënë në lajthitje nga propozuesi dhe se ka vendosur gabimisht masën e sigurimit për pezullimin e lejes ndërtimore. Në këtë vendim, gjyqtari i gjykatës komerciale ka vërtetuar pjesërisht padinë e paditësit Alba Group ndaj Kava Group për dëmshpërblim në vlerë prej mbi 200.000 eurove. Pra, ai vetë e vërteton borxhin dhe vetë pastaj e vendos dëmshpërblim se gjoja Kava Group ka falimentuar si pasojë vendimeve të gjykatës. Akt vendimi për rastin është shpallur më 3 prill të vitit 2025. Është akt gjykimi shkallës së parë të komerciales. Rasti është ankimuar dhe do të gjykohet në dhomën e shkallës së dytë të kësaj gjykate. Padia fillimisht ishte iniciuar nga një rapal për një borxh rreth 2 kontratave për furnizim me material ndërtimor. Ndërkaq kundër padia është proceduar për krejt diçka tjetër. Ajo nuk ka të bëjë me objektin e padisë. Kjo dhe shkelje të tjera të rënda nuk janë marrë parasysh nga gjyqtari Tërshnjaku. Paparaci ka siguruar dosjen e plotë të rastit. Objekti i kontestit janë detyrimet kontraktuale që rrjedhin nga 2 kontrata për furnizim me beton dhe zhavor të lidhura mes 2 kompanive më 2 prill të vitit 2019. Por në vitin 2020 Kava Group po shkonte drejt falimentimit. Në këtë gjendje në mes të vitit 2020 Kava vendos ta qes jashtëloje Alba Groupin. Kava e injoron kontratën e lidhur me Alba Groupin dhe lidh një kontratë të re me një nën-kontraktor tjetër për furnizim me materiale ndërtimore. Nis edhe shqitja e banesave që do të ndërtoheshin. Alba Group në padinë e saj ngriti shqetësimin se po i kanose një rrezik i madh i humbjes së të drejtave të veta apo zvogëlimit të saj në raport me madhësinë e objektit. Në padinë për dëmshpërblim, Alba Group i paraqiti gjykatës edhe kërkesë për caktimin e masës së sigurimit mbi kompleksin banesor Lord Residence. Lënda kaloi në gjykatën komerciale pas gushtit të vitit 2022. Atë mori përsipër gjyqtari Alajdin Tërshnjaku. Në nëntor të vitit 2022, gjykata komerciale, dhoma e shkallës së parë, mori vendim për abrogimin e masës së sigurimit ndaj ndërtimit të kompleksit banesor Lord Residence, duke vendosur në favor të Kava Group. Ndonse Kava Group nuk e kishte shlyer ende borxhin e përllogaritur në vlerë rreth 300.000 euro ndaj Alba Group, gjyqtari Tërshnjaku vendosi për abrogimin e masës së sigurimit. Nuk shkoi larg dhe në dhjetorin e vitit 2022, shkalla e dytë e komerciales i aprishi aktvendimin shkallës së parë. Dhoma e shkallës së dytë vlerësoi në aktvendim se përderisa nuk ka një vendim gjyqësor përfundimtar për lëndën përmbarimore për realizimin e faturave të papaguara, nuk ka humbur ende efekti i masës së caktuar. Megjithatë, rrethanat e rastit nuk ishin ndryshuar ende. Më 23 maj 2023, dhoma e shkallës së dytë e komerciales nxori vendim të formës së prerë për abrogimin e masës së sigurimit, edhe pse rrethanat nuk kishin ndryshuar nga koha kur kjo masë ishte në fuqi me vendim të formës së prerë. Vendimit përfundimtar për padinë, të cilën gjyqtari Tërshnjaku ja kishte bashkëngjitur edhe kundër padinë e Kava Group ndaj Alba Group, i erdhi momenti i verdiktit në prill të vitit 2025. Pas më shumë se 4 vjet në proces, gjyqtari Alajdin Tërshnjaku i dhomës së parë të komerciales më 3 prill nxorri një aktvendim skandaloz. Aktgjykimi përbën shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe konstatim të gabuar të gjendjes faktike,
bazuar në një ankesë të parashtruar nga përfaqësuesi ligjor i Alba Group. Alba Group e dëmtuar nga ky aktgjykim ka parashtruar ankesë në gjykatë sipas afateve të parapara me ligj. Një prej shkeljeve kryesore është kryer kur gjyqtari Toshnjaku e ka pranuar kundërpadinë të paditurit në kundërshtim me dispozitat e ligjit për procedurën kontestimore. Kundërpadia ishte pranuar nga gjyqtari i çështjes edhe pse objekti i kontestit të parashtruar nga paditësi me padi është ndryshe nga objekti i kontestit të kundërpadisë, sipas ankesës së parashtruar në gjykatë nga përfaqësuesi ligjor i Alba Group. Në ligj kërkohet që kërkesa e kundërpadisë të ketë lidhje me atë të padisë.